Për mbrëm, do të rreth orës 1:15 minuta. Sipas informatës që na i ka dhënë policia gjermane, janë aksidentu me një maun, do të kamion të madh në autostradë në Hungari. Makina ka marrë flok, do të jetë mirë xhepi dhëndri ka vdekë në vend edhe janë ndjek gjitha dokumentet, ndërsa kushtrimi ka ndrojë jetë gjatë transportit për spital. Ne tash po presim para të hanës, nuk e besoj që fillojnë procedurat e obduksionit e rregullimit dokumentave. Po është problem me rastin e Jetmir Xhepit, i cilët ju kanë ndjekë edhe gjitha dokumentet që ka pas në trup. Nuk po mujnë me identifiku, vetëm na që e dim kush është. Por pritet me u kthy kufomat këto në Kosovë? Deri në këtë moment nuk di, do të thonë, mas të hanës fillojnë procedurat, asha vonojnë 2 ditë, 3, një javë, brenda ditës këto nuk edhe ambasada nuk na jep më tepër shpjegime se nuk i di procedurë se si ka shteti, se është problem se që thash me punën e Jetmirit që janë ndjekë dhe dokumentet. Me siguri do të shkojnë në këta familjarët e tij atje, mu dëshmu, nuk e di se si do të shkojnë. Djalë më mas 3 motrave ka lindej, ka lënë një vajzë 4 muajshe, ndërsa Jetmiri ka lënë djalin 1 vjeç. Të dy kanë një fëmijë kanë pas. 20 minuta para se më ndodhi se harrova këtë detaj, i kish shkruar djalit tem, Driloni, do të thonë, ej mashkull, mos flej se unë më rri sonte. Mos flej në gjumë, se jetë rrit bashkë ata bëjnë çako. Ma kanë zënë djali dhe mesazhe.